Do ta nisim me tregje, do të shohim ecurinë e tregut të brendshëm valutor, ku në sesionin e sotëm vjetre një dobësim i lehtë i monedhave, shumicës monedhave kryesore ndërkombëtare në raport me lekun dhe përgjithsisht këto ndryshime vijnë si pasojë e luhatjes së monedhave në tregje ndërkombëtare. Sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, në mëngjesin e sotëm dollari amerikan ka rënë lehtë, blihet me 90.8, ndërkohë në shitje kjo monedhë kuotohet në 92 lekë, në rënje të lehtë si në blerje ashtu edhe në shitje. Ditën e premte të javës kaluar, dollari pati tendencë në rritje përballë euros në tregje ndërkombëtare, që reflektua padyshim edhe në tregun e brendshëm. Ndërkohë euro ka fituar disa qindarka në raport me lekun, vetëm në blerje kuotohet në 98.5 dhe shitet në 99.2 lekë. Edhe moneda europiane ditën e premte pati tendencë në rënje dhe gjithë java e kaluar ka pasur një tendencë të tillë për monedhën europiane, nga rreth 99 lekë që blihej euro ka zbritur në 98.5 lekë. Ndërkohë franga zvicerane blihet me 102.4 dhe shitet me 103.4 lekë, gjithashtu në rënje si në blerje ashtu edhe në shitje. Paundi britanik ka një tendencë të kundërt, ka fituar pikë në raport me lekun, blihet me 117.3 dhe shitet me 118.3 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë është e pandryshuar, blihet me 63.1 dhe shitet me 65 lekë. Dollari australian është në rritje të lehtë në blerje, kuotohet në 56.7, ndërsa në shitje në 58 lekë. Përsa i përket jenit japonez, kjo monedhë ka humbur një qindark në raport me lekun, blihet me 0.59 dhe shitet me 0.62 lekë. Lira turke është e pandryshuar në blerje, kuotohet në 2.3 lekë, ndërsa ka rënë lehtë në shitje në nivelin e 1.61 lekë. Përsa i përket ecurisë së monedhave të tjera, lira turke kuotohet në 2.42 lekë, ndërkohë dinari maqedonas blihet me 1.54, shitet me 1.61 lekë. Rubla ruse blihet me 0.82, shitet me 1.03 lekë, e pandryshuar si në blerje ashtu edhe në shitje. Dhe së fundmi, juani kinez ka humbur disa pikë në raport me lekun, blihet me 11.42, shitet me 12.68 lekë në mëngjesin e sotëm sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, që është sesioni i parë i javës dhe përgjithsisht vjetre një forcim i dollarit amerikan. Këtë tendencë monedha e gjelbërt e filloi që javën e kaluar, madje publikoi fitimet e para në thuajse një muaj, sepse dollari për gjatë këtij viti është gjendur në presion si pasojë e politikave disi kontradiktore të paqarta që ka njoftuar dhe ka ndërmarrë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Fillimisht përsa i përket ecurisë së tregut monetar ndërkombëtar, eurovion tregtohet pra nivelit 1.08 në raport me monedhën e gjelbërt, ndërsa kujdesi në tregje vjon të jetë i lartë, sepse investitorët janë në pritje edhe të datës 2 prill. Në këtë datë, Donald Trump ka njoftuar vendosjen e tarifave të tjera ndaj partnerëve kryesor tregtar, duke përfshirë këtu edhe vendet e Bashkimit Evropian. Të presim tabelën për të parë ecurinë e monedhave. Deri në këto momente, euro është rikthyer në rritje, ka zgjeruar fitime deri në 0.3% dhe këmbehet me 1.0846 dollar, duke rikuperuar një pjesë të vogël të humbjeve që realizoi javën e kaluar, por në mënyrë të veçantë ditën e premte. Moneda europiane në anën tjetër është mbështetur nga plani 500 miliard euro i njoftuar nga koalicioni që pritet qeverisë në Gjermani, dhe ky plan u miratua edhe nga deputetët e parlamentit. Në këtë mënyrë, plani për rreth 500 miliard euro në Gjermani pritet të shkojë për investime në infrastrukturë, por njëkohësisht edhe për shpenzime në mbrojtje. Njëkohësisht, Parlamenti i Gjermanisë hoqi edhe tavanin ose kufirin e huamarrjes. Në këtë mënyrë qeveria gjermane do të ketë më tepër hapësira për të marrë borxhe dhe përjedhoj të mbështesë ekonominë vendase, por edhe ekonominë europiane, sepse ekonomia gjermane është më e madhja në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, paundi britanik është rritur me 0.27%, këmbehet me 1.2953 dollar. Përballë frangës, dollari është në rënje me 0.12% të vlerës dhe këmbehet me 0.8820 franga dollari australian.
realizon fitimet më të mëdha në përqindje me 0,43%, këmbehet me 0,6296 dolar amerikan, ndërsa dolari kanadez është në rritje me 0,11%, këmbehet me 0,6977 dolar amerikan dhe për baljenit, dolari është rritur me 0,16% të vlerës kuotohet në 149,55 jenë mesatarish. Gjithashtu, java e kaluar ishte mjaft e ngjeshur me vendimarrjet e bankave qendrore të mërkurën ishte Rezerva Federale, e cila mbajtit pa ndryshuar normën bazë të interesit në intervalin nga 4,25 deri në 4,5%, një interes shumë i lartë krahasuar me atë të Bankës Qendrore Evropiane që qëndron nivelin e 2,75%. Ndërsa në ditën e njëjtë ishte Banka e Anglisë, Banka Kombëtare e Zvicrës dhe Banka Qendrore e Suedisë që morën vendimet e tyre. Ishte vetëm Banka Qendrore e Zvicrës e cila vendosi të ulë normën bazë të interesit edhe me 25 pikë bazë. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave është rikthyer optimizmi dhe tendenca në rritje në sesionin e parë të javës, gjithsesi tregu i kriptomonedhave është 24 orë aktiv në 7 ditë javës, sepse i tillë është konceptuar. Bitcoin ka fituar 2,73% të vlerës dhe kuotohet në 87.481,57 dolar, Ethereum në rritje me 4,73%, kuotohet në 2087,19 dolar, ndërsa Ripple gjithashtu është rritur me 2,36% të vlerës, kuotohet në 2,45,87 dolar. Litecoin është në rritje me 2,52%, kuotohet në 93,62 dolar dhe Bitcoin Cash ka fituar 2,7% të vlerës, kuotohet në 331,69 dolar. Duket se tregu është stabilizuar disi pas luatjeve të mëdha që njohu përgjatë këtij muaji, por edhe gjatë muajit kaluar, si pasojë e zhgënjimit të investitorëve në lidhje me politikat e Donald Trump. Ai njoftoi se do të përgjatë fushatës, por edhe pasi siguroi fitoren, deklaroi se do të ngrejë rezervën strategjike të aseteve digjitale, por kur dokumenti i detajuar u publikua, bëi fjalë vetëm për ngritjen e këtyre rezervave, por do të përdoren ato asete që janë sekuestruar gjatë aksioneve të policisë të drejtësisë amerikane dhe nuk do të blihen kriptomonedha aktualisht në tregje. Kjo bëri që Bitcoin të binte ndjeshëm në disa momente edhe poshtë nivelit të 80.000 dolarëve, rrat deri në 78.000 dolar, por ka rikuperuar ndjeshëm terren rreth 10.000 dolar që nga ai moment. Do të kalojmë tani edhe në tregun e naftës ku benchmarkët kryesor po ndryshojnë minimalisht, po qëndrojnë në rënje të lehtë në sesionin e sotëm, por humbën rreth 1% të vlerës në ditën e premte të javës kaluar për shkak të forcimit të dollarit amerikan, por edhe tërheqjes fitimeve nga ana e investitorëve. Tregu i naftës është gjendur në presion përgjatë këtij muaji, pikërisht për shkak të tensioneve gjeopolitike dhe paqartësive ekonomike në mënyrë të veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, Rezerva Federale njoftoi, sinjalizoi 2 ulje të normës bazë të interesit përgjatë vitit 2025 dhe kjo bëri që investitorët të mbeteshin disi të zhgënjur sepse parashikonin norma më të ulta interesi, por politikat proteksioniste të Donald Trump e detyrojnë Rezervën Federale të mbajnë normat e interesit në nivele të larta për një kohë më të gjatë. Ndërkohë, në fokus janë edhe bisedimet e armëpushimit midis Rusisë dhe Ukrainës. Nëse do të arrihet një marrëveshje, kjo përkthehet në më shumë naftë ruse në tregjet globale. Javën e kaluar, tendenca e çmimeve gjithsesi ishte në rritje, pra publikuan fitime javore pavarësisht një rënje me rreth 1% në ditën e premte. Aktualisht nafta Brent e Londrës ka humbur 0,24% të vlerës, kuotohet shumë pra nivelit të 72 dolarëve për fuqi. Edhe nafta bruto amerikane është në rënje me 0,19%, kuotohet në 68,15 dolar për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 1,08% të vlerës në rritje të konsiderueshme dhe në kundër tendencë me ecurinë e dy benchmarkëve kryesor. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës kuotohet në 669,13 dolar për ton, ndërsa për sa i përket ecurisë metaleve të çmuara, vjet re një rikuperim, një korektim i tregut pasi
Ari në ditën e premte të javës kaluar humbi mbi 1.2% të vlerës për të njëjtën arsye, sikurse edhe me naftën. Forcimin e dollarit amerikan, por në rastin e Arit, investitorët kanë tërhequr edhe fitimet duke përfituar nga çmimi shumë i lartë i metalit të verdh, prekur rekordin prej $2.050 më herët gjatë javës së kaluar, pikërisht për shkak të tensioneve gjeopolitike, paqartësive ekonomike dhe njëkohësisht sinjalizimit të rezervës federale se do të ketë 2 ulje të normës bazë të interesit gjatë vitit 2025. Javën e kaluar, Ari preku nivelin më të lartë në histori prej $3.057.21 për onzë, ndërsa gjatë këtij viti Ari ka regjistruar 16 rekorde, të cilat i ka thyer ditë pas dite, javë pas jave, dhe niveli më i lartë është $3.057 për onzë. Aktualisht, metali verdh tregtohet në $3.029.8 për onzë në rritje me 0.28% të vlerës. Argjendi ka fituar 0.88%, kuotohet në $33.78 për onzë, ndërsa platini është rritur me 0.56% të vlerës dhe kuotohet në $983.9 për onzë. Do të kalojmë edhe në ecurinë e tregut të aksioneve, ku bursat europiane për gjatë ditës së sotme po tentojnë një rimëkëmbje, po qëndrojnë në territor pozitiv. Investitorët do të presin disa dhënat që do të publikohen në Mbretërinë e Bashkuar, në Francë dhe në Gjermani. Bëhet fjalë për indeksin e blerjeve menaxheriale, por njëkohësisht do të publikohet për gjithë eurozonën aktiviteti i biznesit në sektorin e manufakturës dhe të shërbimeve. Njëkohësisht në fokus të investitorëve europian do t'jenë edhe politikat proteksioniste Donald Trump, vendosja e tarifave dhe me shumë interes do t'jetë data 2 prill, që është afati i fundit për vendosjen e tarifave nëse nuk do t'ketë një marrëveshje individuale mes vendeve të tjera, por njëkohësisht edhe me rajone ekonomike. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.49 dhe 0.59%. Gjithashtu, edhe CAC 40 i Parisit ka fituar 0.51% të vlerës. Indeksi zyriut SMI është i vetmi që publikon humbje modeste me 0.02% dhe FTSE MIB i Milanos është rritur me 0.26%. Përsa i përket ecurisë të tre indekseve kryesore në Wall Street, javën e kaluar ditën e premte, vjetre një rritje lehtë. Dow Jones dhe Nasdaq ka fituar 0.08%, Standard & Poor's 500 është rritur me 0.52% të vlerës. Që nga koha kur Donald Trump mori zyrtarisht detyrën në 20 janar, është vënë re një divergjencë e madhe midis Wall Street dhe bursave europiane. Tregjet e aksioneve në SBA kanë publikuar rënje të konsiderueshme, humbje masive, por e kundërta ka ndodhur në Bashkimin Evropian. Tregjet e aksioneve janë karakterizuar përgjithsisht nga stabiliteti dhe nuk kanë publikuar humbje. Kjo tregon se investorët kanë më tepër besim tek situata në Europë sesa tek Amerika e Donald Trump. Në ecurinë e korporatave, atyre që realizojnë fitimet më të mëdha në bursën e Frankfurtit në Gjermani, RWE kryeson fitimet në rritje me 3.15% të vlerës. Deutsche Bank, SAP, Infineon dhe Rheinmetall janë rritur nga 1.46 deri në 2.36%, dhe së fundmi në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga BayWa në rënje të konsiderueshme me 6.97%. Siemens Energy, Deutsche Telekom, Vonovia dhe Fresenius janë rënje nga 0.28 deri në 0.55% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente. Ky ishte edhe informacioni përgatitur për ditën e sotme në Scan Live.